Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe falënderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mundsuar që sonte të taku në këtë vend, lutim Allahun me Allahun bereqet, sinqeritet, që gjithë rrugën tonë deri në ditën kur t'i japim fund kësaj jete. Ajo që kam përzgjedh për me fillu këtu në xhami, me spjegu sonte edhe në javën të vazhdim, është libri e hadithut Dajjal fi sunneti nabawiyya, hadithet të cilat transmetohen për Dajjalin në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa tawdihuha bil khara'it al mu'asira, edhe qartësimi i tyre me hartat bashkohore. Në këtë libër do të bëhet fjalë për të gjitha hadithet e transmetuara rreth Dajjalit, hadithet të cilat janë të sakta, mutawatira, sahiha, të transmetuara në Buhari, Muslim, në Tirmidhi, në Sunen e Daudit, në Sunen e Ibn Majahs, edhe qartësimi i tyre përafërsisht me hartat bashkohore se prej ka do të del Dajjalli edhe prej ku do të fillon Dajjalli misionin e tina. Librin e ka shkruar doktor Abdul Muslim bin Muhammad al-Qasim, i cili është imam edhe ligjerues në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kemi përzgjedhur këtë libër me shpjegu? Cili është motivi që na ka shtyrë që na me zgjedh këtë libër me shpjegu? Është duke u nisur për asaj se nuk do të dalë Dajjalli në momentin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa do të ketë imam të cilët flasin për të. Derisa do të ketë imam të cilët flasin për të. Nuk do të dalë Dajjalli në momentin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lusin Allahun na bën prej tyre. Tjetër motiv sepse kemi përzgjedhur na me shpjeguar këtë libër, i cili është shumë i shkurt, edhe shumë qartësues, edhe i qartë edhe shpjegues i mirë, është ngjarjet e fundit të cilat ndodhin tek na. Ngjarjet e fundit në botë të cilat ndodhin në botën islame, në botën përgjithësi tek muslimanët, ngjarjet mes muslimanëve, përçarjet e tyre, e gjitha këto të cilat na lidhin edhe na japin një kuptim sepse do të dalë Dajjalli edhe cili do të jetë misioni i Dajjallit. Kur marrim me shpjegu për diçka, mas parë do të më tregu se çka është ajo, emri i tina, pse ka marrë emrin atë, pastaj e ku do të del edhe deri në mision, deri në ditën e fundit tina, edhe si do të jetë fundi tina edhe ku do të des ai mallkimi Allahu qoftë mbi të. Vazhdon autori duke përmendur në kapitullin e parë Ismul Mesihit Dajjal, se emri i Mesihut Dajjal në atë se që është transmetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe emrave të parë edhe më të njohur në hadithet që përmendet Mesihut Dajjal është me emrin El Mesih et Dajjal. Apo Mesih, mes, i thojnë me prek diçka, me fshi diçka. Na thojna kur të marrim një abdes me i dhunën mes kokës tonë, me fshi kokën tonë, me prek kokën tonë me ujë. Në gjuhën arabe ka orë mes, me fshije, me prekën një pjesë, një sipërfaqe. Pse ka marrë El Mesih et Dajjal? Është El Mesih ka me fshi edhe ka me prekën komplet tokën në atë mision të cilën e ka ai. Transmeton në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "A'udhu billahi min fitnati Mesihit Dajjal." Kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala prej fitnës së Mesihut Dajjalit. Thot në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dajjalin e ka përmend me emrin El Mesih et Dajjal. Pe duave më të shpeshta, të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë kjo, saqë transmetohet se nuk ka lënë pejgamberi sa namaz, pa e bëjë duke mos e thonë "A'udhu billahi min fitnati Mesihit Dajjal." Unë kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala prej fitnës së Dajjalit. Prej fitnës edhe kjo na jep me kuptuar kur e lexojmë këtë hadith, edhe e shohim këtë hadith, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e dashur, krijesa më e mirë që Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar në tokë, i garantuar me xhenet, i garantuar se s'ka më bëu gabime, kërkon falje, kërkon mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala. Kërkon mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala që Allahu më e rujtën prej fitnës Mesihit Dajjal, na jep neve me kuptu se sa e rëndë do të jetë kjo fitnë. Na jep neve me kuptu madhështinë e çësaj fitnë që ka qenë në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i dytë
të cili është përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Mesihu dalalati yakhruju min kibri al-mashriq. Se Mesihu i humbjes, Mesihu i dalaletit, Mesihu i kotës ka me dalën prej anës së lindjes. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve dy çështje. Në për emrave ti që është Mesihu dalale, Mesihu i kotës, edhe tjetra është yakhruju min kibri al-mashriq që ka me dalën prej anës së lindjes. Nëse nërmi sot edhe analizojnë atë çështjen e lindjes, problemet më të mëdha, luftrat më të mëdha, përçarjet më të mëdha ndodhin në lindje. Ndodhin lindje. Çështja se çka ndodh mes Iranit, çështja se çka ndodh mes Palestinës, çështja se çka ndodh mes Izraelit, çështja se çka ndodh në të gjitha shtetet e lindjes, t'japin me kuptue për ardhjen edhe shajat e ardhjes së Dajjalit, Allahu na ruaj fitnës tina. Emri i tretë i cili është përmendur në hadithet të Sunnit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është awaru Dajjal, është Dajjalli i verbër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal a'wara Dajjal Mesihu dalala. Qëmë se Dajjalli i verbër apo Mesihu i kotës yakhruju min kibri al-mashriq ka me dalë prej anës së lindjes, ka me dalë prej tokës lindjes atje. Fi zaman ikhtilafi min an-nasi wa furqa. Në kohën ku njerëzit kanë me pasën mas shumë të mos pajtime. Në kohën ku njerëzit kanë me pasën mas shumë të mos pajtime mes njëri tjetrit. Fi zaman ikhtilaf, në kohën e mos marrëveshjeve të mëdha. Pastaj min an-nasi wa furqa, edhe kur kanë montuar njerëzit në grupe të ndryshme. Grupacione sot të cilat ekzistojnë, qofshin ato në mesin e muslimanëve, apo qofshin ato në mesin e popujve të tjerë, nuk kanë qenë më herët. Nuk kanë qenë më herët. Nëse nërmi edhe shikojmë gjenerata e parë e muslimanëve, nuk kanë pasur grupacione të cilat në sot i kena. Që ta musliman janë, përse vazhdojnë me etiketu me emra të ndryshëm. Më herët, nëse nërmi edhe lexojmë hadithe, apo e thejre transmetime të selefit, kena me pohe Rafidi, Khawarij, Mu'tazili, Jahmi. Sot, Rabios, Sururi, Wahabi, edhe shumë grupacione tjera. Se cila për tyre është emërtuar për dikujna, edhe se cila emërten ka ardhur për një shkaku. Shkaki i vetëm është mos marrëveshja në fillim, mos pajtishmëria në fillim atje, pastaj edhe përçarja mes të tjetrit. Që në fund e bin dobësimin e umetit. Që në fund e bin dobësimin e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos pajtimet e shumta mes neve, mos pajtimet e shumta mes njerëzve të dijes, mos pajtimet e shumta mes udhëheqësve të ndryshëm, mos pajtimet e shumta të shteteve të ndryshme në mes veti e bin përçarja. Përçarja e bjen edhe luftën, se përçarja krijon urrëtin. Urrëtja e vazhdueshme i ndihmon shejtanit për me qenë jetë në një luftë. Nuk do të thotë që lufta me qenë vetëm me armë mes njëri tjetrit. Lufta më qenë edhe me fjalë, lufta është edhe me mendime, lufta është edhe me lloj mes të tjetrit, dëshmitar të cilave janë vetë sot ajo se çka ndodh mes neve, mes mesin e muslimanëve, Allahu për nisot gjendjen tonë. Edhe emri i katërt që është përmendur në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është al-a'waru al-kadhab, është i verbëri gënjeshtar apo gënjeshtari i verbër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma bu'itha an-nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'wara al-kadhab." Nuk është dërguar asnjë pejgamber. Nuk e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala asnjë pejgamber të popujt e tyre, vetëm se e ka paralajmëruar popullin e vet për daljen e Dajjalit, edhe për daljen e gënjeshtarit të verbër. Këtë jetë në kuptu, se pej Ademit a.s. e deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas pejgamber i cili ka ardhur te populli i tij me mision prej Allahu subhanahu wa taala, e që nuk i ka lajmëruar popullin e vet se ka me dalën Dajjali. Se ka me dalën Dajjali. E nëse pasi që nuk ka dalë te asnjë prej popullit të mëhershëm, ajo që është e sigurt është se ka me dalën në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se jemi umeti i fundit që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala në tokë. Pse Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur Mesihu Dajjal, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur Mesihu Dajjal? Për shkak se li mesihi al-ard, se ka me fshije edhe ka me prekën komplet tokën. Yatufuha wa yadkhulu al-jami'a buldaniha illa Mekka wa Medina, që Dajjalli pej ditët ku do del ka me i prekën këtë komplet shtetet, komplet vendet të cilat Allah tokën të cilat Allah subhanallahu e ka krijuar, përveç dy vende. Përveç Mekës
edhe përveç Medinës. Janë dy vende të qejta që Allahu subhanahu wa taala i ka marrë mbrojtjen e tina, edhe në këto dy vende nuk mundet me hyrje dëgjave. Dikush mund të thonë, po ku ka e lehtë mi pështu fitnën tina. Pas ka me dalë në gjalli, kur afrohet koha e daljes tina, na shkojnë në Mekë edhe në Medinë, edhe pështu në fitnën tina. Edhe pse ka me ardhur çartësimi masane në libër, po e përmendni prap, pastaj vazhdon edhe mos gjënuar më shumë. Para se me dalë dëgjalli në Mekë edhe Medinë, kanë menduar disa fitnë të ndryshme. Fitnë për fitnë të mëdha. Për tyre janë 3 dridhjet e tokës. Në dridhjen e parë të tokës, në Mekë dhe Medinë, Mekë dhe Medinë të dalëshojnë komplet pa besimtarët. Do të dalin persona për shkak të frikës të madhe të dridhjes tokës. Në dridhjen e dytë do të dalin munafikat. Largohen munafikat prej Mekës dhe Medinës. Në dridhjen e tretë tokës don Allahu subhanahu wa taala që me i forcojë zemrat e besimtarëve, me i forcojë zemrat e muslimanëve, edhe vazhdon me qëndruar këto në Mekë edhe Medinë, edhe për me i shpëtuar fitnën të gjallë. Pse? Allahu subhanahu wa taala besimtarët e tina, njerëzit e tina i ruan për fitnëve të mëdha. Por se për Allahu subhanahu me na bën neve, ose me i bën pasardhësit e tonë, fëmijët e tonë, nipat e tonë, për atyre që kanë me i shpëtuar kësaj fitne, na duhet për që tash me anisin edhe me ndërtuar që të shpi. Nuk muja që nëse dëgjalli sot ka dalën edhe na tash të me anisin me u forcuar edhe me i shpëtuar asajna. Duhet me filluar prej tash. Prej tash duhet me filluar ti me i fol vetes tonë, me i fol zemrës tonë, me i fol imanit tonë. Pastaj me këshilluar gruajën tonë, me këshilluar fëmijët tonë, me këshilluar familjen tonë, edhe me i forcu ata në lidhje me Allahu subhanahu wa taala. Nëse don që Allahu subhanahu wa taala me i forcu ata, me forcu zemrat e tyre, edhe me i shpëtue fitnës së dëgjallit. Shkaku i dytë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë Mesihut dëgjall, wa qila li'annahu mamsuhu al-'ayn al-wahid. Edhe thuhet se një prej syve ti është i fshim, nuk e ka njërin prej syve. Kur i kena thonë njerëzve më herët se dëgjalli kur ka ndodhur ka më kon me një sy, disa prej tyre kanë imagjinuar një njeri edhe ka vetë një sy në mes. Dëgjalli ka të dy sy të njëjtë, vetëm se njërin e ka të shterun. Njërin e ka të shterun. Në hadith ka ardhur i majti apo i djathtë, po më saktë është syri i majtit tina i shterun edhe i verbër. Tjetra është lianehu kadhab, pse është thënë dëgjall? Pse ka marrë emrin dëgjall? Lianehu kadhab, sepse ai është gënjeshtar. Edhe për shkak gënjeshtës shumë të madhe është dëgjall. Dëgjall, dizle është kur njëri bën shumë trillime, kur njëri bën shumë mashtrime. Edhe do të thotë se dëgjall mundet të është quajtur veç dëgjalli. Dëgjall mundet të marrë emrin edhe dikush prej njerëzve të rëndon sot. Nëse nifet ai për mashtrimet e shumta, nëse nifet ai për trillimet e mëdha të njerëzve, nëse nifet ai për rënat, gënjeshtat e mëdha të cilat i bën, apo nëse dikush prej nifet që vazhdon edhe e mshef të vërtetën me të kotën i pështjell të dyja, edhe ai mundet të marrë emrin dëgjall për shkak cilësive që i ka, sikur të dëgjalla edhe në rrugë prej fitnës tina. Edhe tjetër është se ka marrë dëgjall emrin për shkak se kur del kam ja pështjell njerëzve të vërtetën me të kotën. Edhe kam mundue që me i largu njerëzit për rrugës vërtet, edhe me quhe ka e kota për me bo ma shumë pasus, edhe me i largu njerëzit për rrugës Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetra është për hadithet, se sa janë të sakta hadithet e dëgjallit. A është e vërtet se për një me ka me konë dëgjalli, apo janë vetëm hadith, apo janë vetëm israeliate, thashëthemit të cilë janë thonë për i maherë. Hadithet janë të sakta, el-wardu fi mesihit dëgjall, janë hadithet të sakta se cilë transmetuar për rrugëve të ndryshme. Hadithi mutawatir në gjuhën arabe, i cili ka marrë hadithi shumë transmetues, është hadithi i cili nuk ka dyshim se ai është i saktë. Hadithi i cili është transmetuar prej shumë njerëzve. Një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është transmetuar shumë herë për rrugëve të ndryshme, nuk ka dyshim se ky hadith është i saktë. Wa qala aidan, Ibn Kathir ka thënë se anna hadithu dhikra dëgjall, hadithet të cilat janë përmend, të cilat na kujtojnë neve daljen e dëgjallit, janë padyshim se janë hadithe të sakta dhe arrin gradën hasan ose sahih. Hadithi hasan ose sahih është hadithi i cili nuk ka dyshim se duhet me punu me ta. Te hadithi daif, dietar kanë dhënë mendime. Se në çështjet parsorë të cilat janë çështjet e besimit, çështjet e akidës, nuk mirë me dhe nuk punojnë me hadithe daife. Dësa në çështjet e cilat janë për me rregulluar njerëzit në mesveti, në çështje dyshore, lejohet edhe me përmendë një hadith daif me qëllimin e mirë të përmirësimit të gjendjes së njerëzve. Hadithet e dëgjallit nuk janë hadithe daife.
Hadithet e Dajjalit nuk janë hadithe të shpikura. Hadithet e Dajjalit nuk janë hadithe vetëm që kanë ardhur për israeliate, për pjetushkave të ndryshme, por se hadithet për daljen e Dajjalit janë hadithe sahiha, të cilat janë transmetuar në Buhari dhe Muslim. Edhe kjo tjetë me kuptu edhe diçka dhe ma tjetër, që masi qenë ka hadith sahih, duhet për një mena me posën i kujdis madh për vetën tonë edhe për imanin tonë. Ka pas për grupacioneve të ndryshme të cilat në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë bu fitne edhe vazhdojnë me bu edhe më shumë fitne e që nuk i pranojnë hadithet e Dajjalit. Prej tyre janë Khawarijët, të cilët nuk i pranojnë hadithet e Dajjalit. Khawarijët kanë thonë se Dajjali nuk del. Khawarijët thonë se Dajjali është vetëm një thashë theme edhe nuk i pranojnë hadithet e cilat janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas Khawarijëve që nuk i pranojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë Jahmit, pastaj vinë Mu'tazilit, të cilët nuk e pranojnë daljen e Mesihut, daljen e Dajjalit. Edhe vazhdojnë me ju tregu njerëzve se hadithet e Dajjalit janë vetëm trillime edhe nuk janë të sakta. Por ajo që na bëhet neve me di është fjala e Ibn Kathirit se hadithu sahiha, se hadithet për daljen e Dajjalit janë hadithe sahiha. Për tyre është El-Ketaniu thot e hadithu khuruj Mesihit Dajjal, hadithet për daljen e Mesihut Dajjal nuk janë përmendur vetëm në një libër, por se janë përmendur në libra të ndryshëm, në musnede, libra me vëllime të mëdha që na vërtetojnë neve për njëme daljen e Mesihut Dajjalit. Wa qala ba'du kanë thënë disa pejgamberë se akhbaru Dajjal, lajmet të cilat na kanë neve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për daljen e Dajjalit arrin libra me vëllime të mëdha. Arrin libra me vëllime të mëdha për duke shkruar për cilësitë e tij, si do të ketë trupi i tij, si do të jetë fitnë e tij të cilën do ta bëjë para njerëzve, e cila do të vjen në shpjegimin e librit Masanena. Thotë Ibn Kathiri se lam yudhkar bi sari ismihi fi al-Quran. Dikush mund të më pyetën se masi pas ka shumë hadithe për Mesihun Dajjal. Edhe që kanë këtë hadithe sahiha, që kanë këtë hadithe të sakta. Pse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmendur në Kur'an? Po në tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur Dajjalin në hadith. Edhe po thotë se hadithi është sahih, edhe hadithi është shumë transmetuar, mutawatir. Pse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmendur Kur'an, por Allah e ka përmendur Firaunin, ka përmendur shumë prej tiganëve të tjerë të cilët kanë jetuar në epokët e mëhershme, edhe nuk e ka përmendur Dajjalin. Thotë Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, se lam yudhkar bi sari ismihi fi al-Quran, nuk është përmendur saktësisht emri i tij në Kur'an, ihtikaran lehu, për nënçmim ndaj tij. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmendur Dajjalin në Kur'an me qëllimin për me e nënçmuar ata, edhe për mos me i dhënë vlerë as të madhe tek njerëzit. Është përmend Firauni, edhe janë përmend tiranë të tjerë para Firaunit të epokës së mëhershëm, por se ato kanë qenë mësim për njerëzit. Ato kanë qenë mësim për njerëzit, edhe mësim për neve, sepse kanë qenë para umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse Dajjali e thirr vetë tij në hyjni, edhe pse Dajjali kur do dal para njerëzve ka thosë se unë jam Zoti i juve. Të njëjtën e ka thonë edhe Firauni, ana rabbukum al-a'la, unë jam Zoti i juve më i lartë. Por se Firauni ka qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Firauni ka qenë në kohën e Musait alayhis salam. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka përmend mësimin e Firaunit, historinë e Firaunit Musait alayhis salam për me mësuar dhe me nxjerrë mësim nga petina. Dhe sa çështja e Dajjalit ka me ardhur masanena. Çështja e Dajjalit ka me ndodhur masanena. Por atë për nënçmim ndaj tina, edhe për zullim ndaj tina, edhe për poshtrim ndaj Dajjalit, Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmendur në Kur'an, por se na mjafton neve hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesihu Dajjal është prej shenjave të kiametit. Padyshim se për kiametin ka shenja të vogla dhe të mëdha. Nëse nami dhe shikojnë shenjat e vogla të cilat kanë ardhur në hadithe, ndoshta 80 apo 90% tyre muna me lexue, edhe thonë, po që kjo është bërë prezente, që kjo ka ndodhur, çto pedina, fitnet e mëdha, vrasje të shumta, përshorje të ndryshme, gënjesha të mëdha, e shumë tjera, rritja e çmimeve, dhe kjo është për shenjave të kiametit, humbja e bereqetit, humbja e kohës, mos bereqeti në kohë. Ke mujt më herë, për shembull, dikush prej njerëzve i cili ka punu ta ditën, ka punu një njeri, ka hungur ndoshta 10, sot punojnë 10, një benzinkije të këtë këto, janë për shenjat e kiametit që humbja e bereqetit dhe zbultimi edhe ngushtimi i kohës.
Sot, dikush më herët për shembull e ka mbutur ndoshta një hap me gjatë ditës. Apo përveç që ka bërë, ka lexuar shumë për Koranit, ka bërë për veprave të tjera, edhe i ka dalën dita për me bërë vepra shumë të përveç punës fizike. Sot, përveç gjumit, ushqimit edhe puna fizike, njerëzit nuk ju del koha. Nuk i del koha as me i vizitu të afërmit. Edhe këputja lidhe fartisnore është për shenjat kiametit atje. Edhe shumë se 80-90% shenjat të kiametit vogla veç se kanë ndodhur. Shenjë e mesme të cilën kanë përmend dietarët që është lidhje me shenjave të vogla edhe shenjat të mëdha është dalja e Imam Mehdiut. Dalja e Imam Mehdiut, të cilën ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çështja e Dajjalit është për shenjave të mëdha. Qala Hudhayfa bin Asid al-Ghifari, ka thënë Hudhayfa bin Asid al-Ghifari, Allahu qoftë i kënaqur prej tina, اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر. Një ditë prej ditëve erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek ne, edhe ne na kum duke e përkujtuar, duke bëu biseda, duke bëu mohabet me njëri tjetrin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma tadhakkarun, çka jeni duke bëu? Çka po bisedoni? Çka po kujtojnë njëri tjetrin? Qalu ila Rasulullah, thamu i dërguari Allahut, nadhkuru as-sa'a. Ina duke kujtuar shenjat e kiametit. Po folin për shenjat e kiametit që na ke mësuar ti. Qalu innaha lan takuna hatta tarawna qablaha 10 ayat. Do dijeni se kiameti nuk ka me ardhën dita e fundit, ora e fundit që ndinojnë, nuk ka me ardhën, por derisa të shihni ju 10 prej shenjave të cilat kanë ndodhur. Se dhakara ad-dukhan, pastaj ka vazhduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përmend tymin. الدخان tymi i cili ka me dalën, والدجال daljen e dëgjallit, والدابة pastaj dalja e kafshës, وطلوع الشمس من مغربها pastaj lindja e diellit prej perëndimit, ونزول عيسى ابن مريم pastaj zbritja e Isës ibn Maryam, Isa alayhi salam, ويأجوج ومأجوج dalja e Ya'juj dhe Ma'juj, وثلاثة خسوف, edhe 3 shafitjet e tokës, hasfun bil mashriq, një shafitje e cila ka ndodhur në lindje atje, wa hasfun bil maghrib, një shafitje e tokës e cila ka ndodhur në perëndim, wa hasfun bil jaziratil arab, edhe një shafitje e tokës e cila ka ndodhur në gadishun arabik. Wa akhiru dhalika narun takhruju min al-yaman tatrudu an-nasa ila mahsharihim, edhe një zjarri i cili ka ndodhur në Yemen e që ka me mbledhën këtë njerëzit për rrethina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka menduar kiameti, nuk vjen ora e fundit për derisa të shihni çdo 10 shenja. Edhe për tyne e ka përmend Dajjalin. Hadithin e transmeton Muslimi. Edhe hadithi është i saktë. Për tyne ka edhe daljen e Dajjalit. Pastaj në hadith tjetër thotë: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun idha kharajna, kur dalin 3 prej tyre. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Thotë Allahu në Kur'an, atëherë nuk ka me i bërë dobi askujna besimi i tina. Nuk ka me i bërë askujna dobi imani tjenë nëse nuk ka besuar më parë. Nëse nuk ka qenë për besimtarët më hershëm, nëse ndodhi që 3 shenjave, nuk i bën dobi imani tina nëse edhe ai pendohet. Do thotë nuk i pranohet pendimin, ose nëse nuk ka bërë një vepër të mirë me besimin e tina. Edhe përmend tulu'a shamsi min maghribiha, kur vazhdon me lindjen dielli prej perëndimit, wa dajjal, edhe kur del dajjalli, wa dabbatul ardi, edhe kur del kafsha prej tokës. Kur dalin këto 3 shenja, nëse dikush ka qenë pipa besimtarëve, edhe don me bëu pendim mbas këtyre 3 shenjave, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk i pranon ti personi pendimi e as ndonjë vepër e mirë të cilën e ka bëuar para kësajna nëse nuk ka qenë besimtar. Kjo në hep njëve një parimrim mjaft madh, mjaft shkërthnues dhe mjaft rrezikshëm. Që duhet sa më shumë me i dhonë zor, me i thirrë njerëzit në islam. Duhet me i dhonë sa më shumë zor, kudo që ty t'jipet mundësia, në punë, në market, në rrugë, në familje, në autobus, kudo që ty t'jipet mundësia, një ajet të cilën e din transmetoj atë ajet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bellighuani walau aya, transmetojeni prej meje qoftë edhe veç një ajet apo veç një hadith. Thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an kur i ka përmend shenjat e njerëzve të sinqertë, e besimtarët të sinqertë, ka thënë se prej tyre ata të cilët ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, janë ata të cilët urdhërojnë për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja.
Nuk po themi që na me ja imponu dikujt na besimin. Nuk po themi që na dikujt na me ja imponu islamin ose menhexhin të cilin e kena. Të paktën ato të cilët ti e din për fjalës Allahu subhanahu wa taala, edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato tregojnë ti. Hekë obligueshmëri për teje që në ditën e gjykimit mos me ardhë një kolega e të thonë, o Zot, ky e paska ditë vërtetën nëse më ka kallëzu mua. Po ti e ki argument që i thonë, o Zot, unë e kom ditë vërtetën, ja kom kallëzu këtina, po ky s'ka besu e vetë. Ky s'ka besu vetë, pse se kur ndodhi çotrishenja, mo nuk ka pendim. Për tyre e haditheve tjera dietarë kanë thënë se mas sakta është se kur lind dielli ka perëndimi, mas kësaj na shenjë, mas kësaj shenje, Allahu subhanahu taala nuk e pranon më perëndimin për njerëzve. E nuk është se lindja ditë për perëndimi është shenja e fundit. Sepse në asnjë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk tregohet se lindja e diellit për perëndimit është shenja e fundit. Ajo është që kur lind dielli ka perëndimi, nuk ka pendim masojna. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëjë të ndrushëm në fenë e tina. Ja mukallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, o Rasulullah, si zemra dhe forcoj bëj të ndrushme zemrat tona në fenë tënde. E lutim Allahun subhanahu wa taala që më i bashku safat e muslimanëve me izbuz zemrat e tyre. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na ka bashkuar këtë me na bashkuar me gjithë muslimanët në dunjë edhe në xhenetin e tina, atje ku do të jenë pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqert, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta, e kullu ma tasmauna wa la khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.